Një raport europian i dorëzuar në autoritetet e BE-s dhe në vendet anëtare ka analizuar një fenomen që është cilësuar i pazakon në Shqipëri. Burimet e rëndësishme që kanë pasur qasje në këtë raport bëjnë me dije se ai flet për një emigrim të vlerave të mëdha monetare nga Shqipëria drejt 3 vendeve kryesore: Britanisë së Madhe, Spanjës dhe Luksemburgut. Sipas dokumentit, City of London ka akumuluar sasinë më të madhe të këtyre kapitaleve, të cilat vijnë nga subjektet e rëndësishme tregtare dhe ekonomike shqiptare. Raporti thekson gjithashtu se titujt e transferuar nuk janë vërejtur vetëm në vendet europiane, por edhe në SBA dhe tregjet financiare aziatike. Ndryshe nga likuiditeti masiv i depozituar në bankat dhe tregjet europiane, fonde janë transferuar si asete investimi. Dokumenti nënvizon se në tregjet malajziane, ato të Singaporit dhe sidomos në brigjet indoneziane, konkretisht në Bali, janë sinjalizuar sasi të konsiderueshme asetesh që vijnë nga Shqipëria. Transferimet të ngjashme janë evidentuar edhe në lindjen e mesme, kryesisht në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe në Arabinë Saudite. Përveç skemave të investimeve, raporti europian evidenton edhe rrjedhje përmes kanaleve paralele, duke përdorur agjenci mikrofinanciare offshore, kryesisht në Luksemburg, në ishujt balnear të Spanjës dhe në Gibraltar. Lëvizjet e këtyre aseteve dyshohet se lidhen me mekanizmat e të ashtu quajturave sisteme forex të call centerave financiare, të cilat përveç se si skema mashtrimi, dyshohet se shërbejnë edhe si platforma për transferim dhe pastrim parash. Nga ana tjetër, raporti thekson se periudha e nisjes së këtij fluksi përkon me 6 mujorin e 2 të vitit të kaluar, kohë që përkon edhe me intensifikimin e hetimeve të SPAK dhe zyrtarëve të lartë shqiptar. Transferimi i këtyre fondeve rezulton se ka ndodhur në 2 faza. Faza e parë lidhet me plane investimesh, konkretisht blerje pronash të paluajtshme, kryesisht në tregjet amerikane dhe aziatike, si dhe me transferime në tregjet bankare ku evidentohet edhe fluksi më i madh. Dokumenti thekson se transferimi është kryer në mënyrë relativisht të lehtë, sidomos në tregun bankar britanik dhe atë europian, çka ngre dyshime se kemi të bëjmë me një skem të parapërgatitur nga këto tregje për të thithur likuiditet, jo vetëm nga Shqipëria, por edhe nga Ballkani, duke përdorur influenca politike dhe institucionale, veçanërisht përmes agjencive të zbatimit të ligjit. Raporti sugjeron se presioni më i madh institucional ushtrohet kur ka transferime të mëdha fondesh drejt Shqipërisë, ndërsa në të kundërtën, lëvizjet e kapitaleve nga Shqipëria drejt tregjeve perëndimore trajtohen me standarde selektive. Në dokument theksohet se ekzistojnë të dhëna që flasin për kthimin e kapitaleve të përfituara nga trafiqe të palishme, por njëkohësisht dyshohet se krahas këtyre fondeve të rikthyera, po ndodhe edhe emigrimi i parave që janë vënë në hetim nga SPAK. Për këto fonde, raporti sugjeron se vendet pritse kanë mbyllur syt, të shtyra nga nevoja e lartë e tregjeve të tyre për kapitale të reja.